Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Soda e bukës, sekreti që po i çmend të gjithë dhe nuk ngeli njëri pa e provuar. Sigurisht që të gjithë e keni një kuti me sodë buke në kuzhinën tuaj. E përdorni për të mos marrë erë të keqe frigoriferi juaj ose si një element kryesor i cili ndihmon në rritjen e ushqimeve nga brumi. Por soda e bukës mund të përdoret në shumë gjëra të tjera dhe ajo meriton një vend të veçantë, sidomos në kuzhinë. Këto janë disa nga vetitë e saj dhe për çfarë mund ta përdorni. Si deodorant trupi, soda e bukës i sjell molekulat e aromës acidike në një gjendje neutrale pa erë. Kjo bën që të mbajë erë të mirë trupi juaj për një kohë sa më të gjatë. Vendosni pak nga soda e bukës nën krahët tuaj në mëngjes dhe kështu do të keni aromë të mirë. Ndihmon veshkat tuaja. Veshkat të largojnë mbeturinat dhe ujin shtesë nga trupi. Soda e bukës mund të ulë nivelet e acidit dhe mund të ndihmojë në formësimin e muskujve. Ndërkohë, lehtëson në dhimbjet. Bikarbonati mundet që të rrisë fuqitë e vrasjes së dhimbjes së lidokainës. Studiuesit të cilët janë në hulumtime dhe mund të ndihmojnë në lehtësimin e dhimbjeve nga shumë sëmundje. Kjo ndihmon edhe nga djegja e diellit apo djegjet e tjera. Pastron fytyrën. Soda e bukës është e butë, por njëkohësisht edhe gërryese. Përdoreni atë si një pastrues për fytyrë të butë. Bëni pastë me 3 lugë sodë buke dhe pak ujë. Fërkojeni fytyrën tuaj me kujdes për një pastrim më të thellë. Pastaj shpëlajini me ujë. Ndihmon flokët. 1 lugë çaj sodë buke vendoseni në shampon tuaj. Ajo ndihmon në pastrimin e tyre si edhe në një krehje më të lehtë. Zbut lëkurën. Shtoni një gjysmë gote sodë buke në ujin e banjës. Ajo do të neutralizojë njëkohësisht acidet, largon po ashtu djersën dhe lë lëkurën tuaj sa më të pastër dhe të butë. Po ashtu, pas banjës mund ta përdorni edhe për të larë vaskën. Pastroni lodrat e fëmijëve me sodë buke. Ju mund të përdorni sodën e bukës në vend të kimikateve të ashpra për të larguar papastërtitë nga lodrat apo kulluku e të tjerë. Mos harroni se nuk i mbyt mikrobet, por ju mund t'i shtoni pak uthull dhe ajo do të veprojë si dezinfektues. Ndërkohë, kur konsumohet në doza të përshtatshme, soda e bukës rregullon strukturën kimike të organizmit dhe gjithashtu përshpejton edhe shërimin e tij. Soda e bukës është gjithashtu një përbërës i cili nuk mungon kurrë në frigorifer apo në kuzhinë. Përveç përdorimit tradicional, të paktë janë ata të cilët e dinë se soda e bukës ka vlera terapeutike. Sipas ekspertëve, soda e bukës përmban bikarbonat sodiumi i cili reagon menjëherë sapo bie në kontakt me substanca acidike si uthulla apo edhe kosi. Pirja e ujit me sodë buke është një traditë e lashtë e cila rekomandohet kundër sëmundjeve si artriti, problemet me tretjen, urthi apo infeksionet. Kur konsumohet në doza të përshtatshme, soda e bukës rregullon strukturën kimike të organizmit dhe njëkohësisht përshpejton shërimin e tij. Soda e bukës kundër urthit. Nëse vuani nga urthi, atëherë duhet të dini se pirja e sodës së bukës të shkryer në ujë ndihmon në neutralizimin e acidit hidroklorik dhe gjithashtu eliminon edhe dhimbjen e urthit. Bulëzat e ujit gjithashtu ndihmojnë në çlirimin e gazrave dhe njëkohësisht largojnë fryrjet. pH-i dhe shërimi. Aciditeti i tepërt në organizëm nxit shfaqjen e shumë sëmundjeve si osteoporoza dhe të artritit, të cilat lulëzojnë në një mjedis ku ka aciditet të lartë.
Pirja e ujit me sodë buke balancon pH-in dhe njëkohësisht promovon mirëqenien apo ushqen trupin tuaj me energji. Kundër inflamacionit. Sipas ekspertëve, inflamacioni i kyçeve shkakton shumë dhimbje. Toniku me sodë buke ndihmon kundër akumulimit të acidit urik në gjak dhe në inde. Kundër infeksioneve urinare. Uji, lëngu i boronicës së kuqe dhe uji me sodë buke rekomandohen kundër infeksioneve urinare. Soda e bukës ul nivelin e aciditetit në urinë. Më shumë energji dhe gjallëri. Nëse ju kryeni aktivitete fizike, atëherë keni nevojë për shumë energji, të cilën mund ta merrni duke përzier 4 gota me ujë me gjysmë lugë çaj me sodë buke, 1 lugë çaj me krip deti, 2 lugë gjelle me mjaltë dhe gjithashtu 1 lugë gjelle me lëng limoni. Ujë me sodë buke dhe limon. Të shumt janë ata të cilët e kanë quajtur tonikun e sodës së bukës me limon një recetë të mrekullueshme. Limoni është gjithashtu shumë i fuqishëm kundër baktereve dhe mikrobeve. Ai ndihmon në rregullimin e tensionit të gjakut, lufton stresin dhe njëkohësisht parandalon sëmundjet e këqija. Sipas informacioneve, soda e bukës ekuilibron gjithashtu nivelin e pH-it që e bën të mundur progresin e sëmundjeve. Për të përgatitur një lëng të tillë, ju duhet që të përzieni 1 lugë gjelle me sodë buke, 1 gotë me ujë dhe lëngun e 1 limoni. Lëreni të qëndrojë gjatë gjithë natës dhe pijeni atë në mëngjes përpara se ju të hani ushqim. Ky tonik do të pastrojë sistemin tretës dhe do të balancojë pH-in. Ju mund të pini 1 gotë të dytë përpara se të flini gjumë. Mirë po kujdes, soda e bukës përmban shumë sodium, ndaj mos e teproni. Nëse vuani nga sëmundjet e mëlçisë, veshkave, tensioni i gjakut apo edema, atëherë nuk duhet të pini ujë me sodë buke. Mos e pini tonikun nëse jeni shtatzën dhe fëmijët nuk duhet të pinë ujë me sodë buke. Nëse pini ilaçe, mos pini ujë me sodë buke. Nëse jeni me stomakun plot, mos e pini tonikun me sodë buke dhe ky lëng do t'ju bëjë juve më të etur. Ndërkohë, sodën e bukës mund ta përdorni dhe për trajtime të tjera të cilat ndoshta nuk i keni ditur. Ajo heq erën e trupit dhe e zbut lëkurën. Për të patur një lëkurë të pastër dhe pa aromë të keqe, shtoni 1 filxhan të vogël sodë buke në vask dhe lëreni për të paktën gjysmë ore. Më pas, shtoni shampo dhe launi. Pasi të përfundoni këtë banjë, lyeni trupin me vaj dhe do të shikoni rezultatet fantastike që do të keni. Përsëriteni 1 apo 2 herë në javë. Thonjë të shëndetshëm. Aplikoni një përzierje prej 3 pjesësh të sodës së bukës me 1 pjesë ujë në thonjë për t'i bërë ato dhe kutikulat më të shëndetshme. Eliminon djersitjen. Soda e bukës është produkti ideal për persona që djersiten. Mund ta përdorni atë si një deodorant natyral i cili do të mbajë sqetullat tuaja të freskëta për orë të tëra. Sipas ekspertëve, për këtë mjafton të përzieni disa pika të vajit tuaj esencial të preferuar me 4 lugë sodë buke. Vendosja më pas të këtij kombinimi në sqetulla do të ndihmojë gjithashtu në shkatërimin e baktereve duke larguar edhe erën e keqe. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.